Është shumë e bukur që po kthehet tradita e festivalit humorit në Shkodër, e ku tjetër përveç se në Shkodër. Humori e ka shtëpinë në Shkodër. Edhe interesimi i jashtëzakonshëm i spektatorëve shkodran, sa vetëm me 2 ditë publicitet janë shit biletat edhe për ditën e fundit. Kaq të interesuar janë, sepse njerëzit kanë nevojë me qesh, edhe ne i servirim materiale të bukura, thamon, përderisa i priten shumë mirë, pa banalitete, materiale që prestojnë edhe japin knatësi të spektatorit, transmetojnë knatësi. Shfaqje emocionuese, impenjuese dom, po njëkohësisht edhe me mesazh që vazhdimësia e humorit në këtë qytet nuk ka të ndalur, apo jo, edhe tek brezat e rinj. Po, unë e kam thënë edhe herë tjetër, megjithëse në këtë shfaqje një pjesë e trive janë në Itali në një turne, edhe na mungon sonte, por nuk ka se si në Shkodër të nollë që mos të gjenerojnë brezat.